O që mbarë, në mëngjes. Ja, mos thuaj kështu. Që është makabër. Kjo që ti thua. Se ja bëra me kështu pau me trapane, më tha po më kërcënon me jep me zbote, as me pistolet. gisht, as me trapane. E kupton kështu që mos fol, t'ja ngullësh në njerit këtu. Zbote ajo, as Jo, me jo, gisht, as me... mos fol që kur zirimi ta hedh në njerëm t'ja ngullim Andrea, barkët. ajo zbote, as me gisht, as me trapane. Jo, le mënyrën tate metaforike se shkove ja bon edhe yllit ashtu. Pres kokat, Hajde. të pres kokat. Shkove ja bon edhe yllit ashtu, pa hajde. Hec. Si fishkëllë nga, o zot, më qarë. Kum kara mu kjo. Opala, tur, hajde pila. Po, si qelloj qik ma. Plako ka dalë më i votumi, publiku. Maroj. Dhe? Qa ti bëjmë të që? Shko ta pudhë? S'po them, po du ta bëj, ajo është njerëzore që ke euforia. Po, zbohet ajo, e ke parasysh ajo shenja nuk bohet. Kaq, ti e di shumë mirë që nuk bohet, sidomos në televizion. Ja, ne si jemi në burgë. Me pra, si jena në burgë. është mirë me u shpërdu, po. A bohet ajo, Rando? Jo, nuk bëhet. A pra? Nuk bëhet ku keni konflikt. Pra, po konflikt ishim shumë debat. Nuk bohet. Nuk bohet, o plak, nuk bohet. Në live, televizion, nuk bohet. Kaq, është shumë e thjeshtë. Se jashtë, ti e di si bohet po u bo, pastaj aty, po e bone atë shenjën. S'ka lidhje pra, po duhet me evitu situatat e jashme, Si gjo nuk të është i cilat jashtë. Baste, pavarësisht se ti e mbron këtë ide. Si gjo nuk është i jashtë. Si jashtë mund t'jenë edhe të zihen me grushta, me gjona, me ashtu në për këto lloj formatesh. Neve jemi më s'po zihemi, s'po rrifet njeri këtu, s'po ndodh me që di e madhe. Po ja thym pjatat në kokë njeriu. A ka ndodhë mja thy pjatët, a? Rand. Ka ndodhë, a? Jashtë? Po, jo, në kësi lloj formate. Po, të ndodh me se ato të lejnë atë... Ore, ishin nga... A kupton, janë llojet e format. Po. Ky format, ferma nuk e di. Po, jo, se Rand, po. më fal dha, kur Erand. Marrëdhënia me kafshët, me gjëra, fakti që ty s'të nxjerr. Gjona të mira, Unë s'të nxjerr dot ty, ti s'më nxjerr. Rand, se unë e kuptoj këtë pjesën tani që t'ka Jo, nuk që ka domethënë që t'i japë shpjegim çdo gjë, po kur bëjmë gishtin e mesit ne këtu është kujdes mikrofonin, apo jo, kur bëjmë shenja armësh si i bie. Si t'ja bëjmë tash? Me pra po, unë as nuk kom shku, as nuk kom shku me shpjegu, as nuk kom shku me... Ti e kupton atë. Ha? Ti e kupton atë. E kupton, një gjë që e kupton, kur e thu, qa ndryshon, e kupton? Tu, as i gjo nuk ndryshon, qartë që thej. As një gjo që t'jemi të qartë, as nuk kom shku, as me u anku, as i gjo fare. Shumë gabim. Problemi që po diskutoju me ty tani është se... Për show. Si? Për show. Jo, shpjegimi që po ma jep ti, është pak, domethënë se ti nuk di si ta them, akoma nuk e kam zgjedh këtë pjesë. Nuk ke gjatë zgjedhur. Keja 2 ditë, keja 3 ditë që më jep ca shpjegime që janë jo qartësisht të qarta. Në mendjen time. Situatat nuk janë të qarta dhe si kushdo, si të gjithë, e kupton? Unë nuk vetë përfshirësh në ca situata që... Nuk vetë përfshirë. Që them? Unë kam ca parime. Parimet i kam edhe unë, Rando. Nuk e diskutoj, pra, po parimet e mia dhe parimet e tuja nuk do të thotë që e kupton, janë parimet e tuja më të mira se të mia dhe të mia më të mira se të tuja. Unë mendoj që parimet janë parime gjithsesi, apo kuptoj, janë 100 parime në qarkullim. Filozofit janë të ndryshme. E kupton, filozofia ime është tjetër, filozofia jote është tjetër. Në rregull, pra. Edhe në bazë të filozofisë tate ti ndërton parimet. Jam dakord. Edhe unë në bazë të filozofisë time ndërtoj parimet. Në logjik, unë nuk e priqa reagimin tat kur erdhe nga fakiri këtu me mua. Nuk e priqa. Maroj muhabetin. Që më ke dalë me provokua? Që më ke dalë me më folë gjithë kohë se kështu që provoko, ti e ke po për herë atë, nuk ka lidhje fare. Pavarësisht se unë nuk bie. E kom pas edhe me Yllin sot atë temën, a kuptoj që Ylli ka qef me bo mu me folë kur jo më të fakirë ose me bo shenja.
Edhe ti e ke pas edhe gjithmonë vi aty kur la pjatat e gjë. E ke pas më rëndo, por pse më olla, e ke pas, ke dash me bë me qeshë, me bë more gjë. Unë s'kam dash kur me të bë ty me fol. Nuk ka lidhje fare. Jo, ka lidhje. Tani unë e marrë shumë, rëndo se unë mos më lejohet me fol. I njëjti veprim ka arsye të ndryshme, por aksioni është i njëjtë. Dhe arsyet janë ato, njerëzit që thellohen ke gjërat, kërkojnë arsyen, nuk kërkojnë pasojën. Atëre, unë nuk kërkova as arsye Unë, dhe arti ndryshe këtu, nga çfarë thashun ty, kur thashun ty që thete o seriozisht e ke, se ishte i stresuar për gjëra të tjera, dhe seriozisht po. Tani çfarë ndodhi më vonë? Atë kom fol, atë kom provoku, atë kom bënë herë me ne diçka për shkakun që ti më fol. Atë kom fol më zot, atë kom fol, atë kom djeg nga mrapa, me ashtu kur më. Ma ka bo ylli. Po, o vlla, unë s'jam ylli, o burr. Jo, si e ylli. Ti dhe ylli, e kupton, edhe unë, edhe Nenja, edhe Elinara, ishim, e kupton, na bashkonte një hall. Okej? Nuk kishim hall, na bashkonte një mendim. Jo, hall. Nëse ishim të unifikum në ato mendim. Hall, për mund të... Okej, mirë, okej, për ty ishte hall, okej. Jo, hall ishte edhe për ty. Pavarësisht se ti po ndryshon tash. Për mua nuk ishte hall më rëndo. Po pra, po hall është kur je me njerëz, e kupton ti që të fynë, të ofendojnë, të shkatrojnë, e kupton ditën tate. Hall është, nëse nuk është hall për ty, atëherë ç'a kuptimi ka? Rëndo, po mund të ma kishin shkatruar ditën time, unë kisha ikë, dhe sa unë derën e hapme, kom gjithse, çdo kush e ka derën e hapme. Gjithë derën e hapme e kemi. E kupton, për këtu kemi armë lujt. E kupton, dhe me reagu ndaj fenomeneve. Ndaj fenomeneve që ndodhin. Tani, mu morën çantën, reagimi jot ishte s'ta ka bërë me të keq. Jo, po. Ma përvetsoj s'ta ka bërë me të keq. Po. Dhe mbro me reagimet e asaj që peti aty, çfarë rezultati nxorë? Sa ajo e shet tani, ajo e shet sikur unë do t'i kisha thënë faleminderit që ma dha. Fjalët e asaj dolën dhe opinioni im, e kupton, i gjërave siç mi ke thënë ti, si e ti, e kupton, nuk më rezulton. E kupton, ti më ke thënë jam i ftohtë. E kupton, unë gjykoj, kam një kështu. E kupton, nga veprimi im nga tenxherët tuti, nuk të rezultoj nga gjakftotësia. Qa? Okej, nëse e kupton kështu. Lage, më fali sekondë, se është i gjo, e kom një gjo shumë shtrenjt aty mrena, por qa për ti që të regoj? Lage, një gjo, e ke i gjo shumë shtrenjt, shumë mirë, e more gjo në shtrenjt. Gjoja nuk të morë. Po. Ishte thjesht çështje durimi. Dhe me pa çfarë ndodh me atë gjën kur ta marrin dhe ti duhet ishe fatlum që isha unë aty. Në qoftë se ti ke besimin ke mu, dhe unë testova një besim këtë. Jo se e majta unë. Atëherë ishte një test. Jo se e majta unë. Atëherë ishte një test komplet i ullët. Ai testim me gjon time personale dhe me diçka që unë, le që unë nuk kisha as pse me ju shpjegu fare juve çka kom unë aty mrena. A kupto vetë fakti që është e imja që vi 3 herë kërkoj, duhet me mu dhonë edhe pikëlla, është nuk di. Po mirë, jam mos kisha folur fare se s'mu lejote si fakir. Atëherë të faleminderit e rëndë që ma dhe. Jo, nuk du faleminderit. Kështu si që shisni muhabetin të paktën unë duhet të them faleminderit që e more, kjo është, domethënë kjo është teoria të fortëve. Jo. Domethënë thuj rrofsh që ta kluten tash. Okej. Po jo Rando burr tani kur është gabimi diçka, është gabim, por tani veti ke pas dënuar më përpara këto lloj gjonash, tani ti intereson nuk bëhesh tani. Baste. Jen loj. Okej? Po mos bëj loj me gjon time, me gjon time personale o burr. Nuk është loj me bo loj me përvetësu gjon time personale. Ajo gjë, unë qa pash, nuk ja mori menja njeriu, e kupton, që aty mrena do ishte gjëja më e shtrenjtë e jotja. Dhe këtë gjë, e kupton, kur e the, e more. Deri këtu te veranda, ande nuk mund shkoj. Qa? Duhet trim deri këtu te veranda, ande nuk duhet shkoj. Okej. Derisa të fotogaj edhe pako. Okej. Thank you. Dhe qa? O Andrea, ma falje mua këtë van? Kjo është, gjithë.
Unë s'kisha pse me dhon as pse me Po dhon. mirë bra, po jenë lojë, kur jenë lojë. Kur keni ardhur ta. Ke në kuadrin e lojës ti i pranon gjërat kur i bën vet në kuadrin e lojës, e nxjerr justifikimin. Ko morni herë në një gjot, tu janë duhet. Po se kemi marrë mor burre, kisha harruar aty, thjesht nuk ta tregum. Thjesht nuk ta tregum. Jo s'ta tregum, ta tregova unë. Unë u tregova, e kupton, sepse kur gjendem midis dy njerëzish që kanë konflikt, peng në kuadër të lojës. Gjon time. Atëherë, mas dite, kur thashë kom kartën e çunit aty, ti se pas kur kish dëgjuar atë. Po Ester blu, Ester blu. dëgjoj Randin, në këndvështrimin që e shef ti dhe ashtu si do t'ja japësh ti, je okej. Je okej. E kupton? Qëndron dhe ashtu. Rezultati është tjetër. Nuk më besohet të plagë, është shumë, nuk është lojë e mirë. Si s'është lojë? Realisht nuk më besohet nga ti kjo gjë. Se nuk është lojë e mirë, dhe kur them që është e ime, më jep. Është simple. Po ku e dishe ti që i kishim ne? Si? Ku e dishe? Se kërkova gjitha ne në për shtëpi, Po, kështu, kena kërku gjithë gati, a kupto, gjitha ne edhe nuk u gjetë, tani aty do po pse do t'a thosha unë ty kur s'të besohet? Po qa janë këto pyetje prokurorësh o burr tani? Jo, se prokurorët bëjnë pyetje... Po si ka mundësi që kisha bindje në plot që i kishit ju pra? Okej. Masi bona gjithë to investigimet e mia, kisha bindje në plot. Unë gjithë dhe i kom thonë, a ke pati, a ke morti, Andreas i kom thonë, Frederikut i kom thonë, Elinares i kom thonë, Nenës i kom thonë, që gjithë dhe kush ka qenë aty mrena. Po. Kaq. Okej, kur ta dhash unë? Pse s'te faleminderit? Jo, s'ka lidhje me faleminderit. Ata mylle këtë gjë? Mos ta diskutoj fare, unë tash se a kuptova plago. Kalojmë marroj loja. Muhabetet fortë shumë. Marroj loja, mos janë muhabetet fortë. Mos e përmend mo është ideja. Nuk janë muhabet. Një gjë, unë të dhash urdhër. E kupton se kush jam unë me dhënë ty. Çfarë myllet ky muhabet? Pse? Marroj loja pra. Marroj loja kujt? A loja që ma morët peng ata? Po, ma morët peng, nuk ta morën peng. Në një farë formë. Nuk ta morëm. Atëherë ma morën. Nuk ta morëm, se po ti e di që ke një konflikt me Big Mamën. Tashi unë Big Mamës nuk jam mersha dot, e kupton ti me dhomë, po sepse unë përpiqem ti zgjidh gjërat në mënyrën time. E kupton? Në mënyrën time, në të mirë të dy palëve që janë në konflikt. Kjo është filozofia ime. Këtu, qoftë e keqe, qoftë por nuk mund të përdoren disa standarde që në kuadër të lojës të pranohet vjedhja e cigareve, bje muhabeti, e kupton, po të kisha dash me e bot modhe cigaren, unë do kisha gjujt se cilin, si që i mora kur isha fantazëm, e kupton, cigaret, i kisha mora aty se e gjeta këtu, dhe më thonë nuk është aty, sepse është një gjë që më takon mu, dhe kur unë e lej një gjë këtu, plako, dhe përsëritet me qindra herë, nuk e gjej mo, do të thot që jemi në lojë dhe në kuadrë të asaj loje paron kjo pjesë. Në kuadrin e gjës për ta marrë, për shembull, Big Mama, atë gjon mund ta gjende, mund mos thoshte fare mua si gjë, mund ta kishte udhë në lumë, bje muhabeti, e kupton? Ose mund, e kupton, të bënte çfarë të donte me atë. Okej? Një sekond, në qoftë se do ishte e keqe. Okej? Ka që thjeshtësh. Dhe ti kishe një konflikt të hapur. Atë konflikt, e kupton, me atë, unë shita atë, e kupton, dhe mora për sipër kostot e dënimit tim, edhe nuk tham mo. pikrisht për një gjë që ishte shumë e shtrenjtë për ty. Je duke normalizu. Jo, s'jam duke normalizu. Jo. Je duke normalizu atë lloj gjëje. Nuk ishte normale, është gjëja ime. O baste, ishte gjëja jote, ishte një kuti kozmetike. Okej? Furça rrojes, kjo ajo, qa kishe, furça dhomë dhe ku dijo. Qa manti aty. E kupton, përderisa ishte ke banjo. Përderisa se ke hapti nuk e dina, se ka pas. Po pra. Nuk e di pra që kozmetika. Po, e kupton, një gjë shtrenjtë nuk lehet ke banjo. Vërtet. Kur e merr vesh, edhe kur të vjen Esteri që thot e ka Big Basta
kutin e vetë që i duhet, çantën e vetë që i duhet, aty që aty. Ajo Esteri tha ka ilaçe. Dhe aty Big Mama u bë keq. Një sekond. Aty Big Mama u bë keq. Sepse për ilaçe ti e ke përmend psikiatrira, gjëra. Si doli tash ma pas ka marr peng për dimë dhe që ma ka marr peng. E kuptoj. Po një gjë, po mirë edhe ma ka marr peng. Okej, pra. Përmendte ilaçet dhe psikiatria. Tash po muhabetin e kishim kene të dy. Ke unë dhe ti nuk e kishim një gjest që nuk është fare normal. Jo, një gjest në që momentin personalisht nuk e aplikoj të asnjëri, sepse më duket jo normal, edhe ti po e normalizon atë gjë. Jo, po e normalizoj në kuadër të lojës basta, sepse në vetë viktimë që të kanë marrë cigare dhe mëse. Po pra, dhe as kam bë. S'kam bë asnjë gjë. E kupton, thjesht kam thënë. Po unë do ta bëja se kisha diçka shumë shtrenjtë. Po pra, ti kishe diçka shumë tretë, tash edhe ajo mori vesh mas dite kur erdhi me lapjatat e mori vesh dhe prap nuk e la aty. Ja kupto, anën njerëzore, me që keni qef me përmend anën njerëzore dhe prap nuk e la aty. Po pse drejtohesh në numrin shumës? Jo prap, pse më bën një gjë, sepse e njëjta logjik ti, e njëjta logjik përdor Ylli, e kupton? Të bëri Big Mama ty, të bëri Big Mama. Dhe unë e di shumë mirë këtu kanë qef me përdor anën njerëzore këtu brenda. Kur i interesot gjithë. Jo, tani kur i thash mas dite aty, edhe u kthyt patu sy, edhe pastaj tha ikim, edhe ikët shkut aty. Po patjetër, pse çfarë do bosha unë këtu? Për çfarë do risha unë këtu? Ishte njerëzore gjëja, a kupton, tu aplikote gjëja njerëzore, e lete çantën aty jashtë. Qysa i thashun që kom gjonë qumë? Unë nuk e një gjova këtë. Ti nuk e ke dy Dhe ti po thoshe gjëra, ti the dhe do ta shifni, do ta shifni, do më thënë, ti kërcenove aty, pavarësisht se unë si dhash zë kësaj, po ta shif, po ta them. Okej? Kaq, kur erdi Esteri Jakush, tha ka ilaçe, aty ke ilaçet, mas ne ajo tha, më përmenesh, e kupton, sepse një njeri kur është në gjendje të rënduar psiqike, dhe ka halle t'jashme që s'ka lidhje me ty, ashtu siç mund të kesh ti nesër, e kupton, e i përdorur as i pa përdorur, detyra jonë është çfarë shohim. Dhe kur unë flej me një njeri, unë isha në fakir me atë njeri. Halli imi vetëm ishte që kuptova që më mor peng për arsye personale. Sepse ti, po ti i futet edhe mu në një thes me atë që ke konflikt. Erda të thash në darkë la, mylli veshët thash, sepse do ketë koncert. Ore, ti ala vazhdon të mendosh që unë pjertë shumë për gjumë dhe për gjëra, ti akoma, më falë, ndjes publikut. Ti akoma, ti po më thu mu tani gjëra që ti e di shumë mirë që mu së më bëjmë përshtypje. Nuk më besohet që e keni kalu muhabetin që unë do të them faleminderit që e mora gjon time në ora 1 natës. Nuk më besohet që e keni kalu muhabetin që unë do të them faleminderit që mora gjon time. Edhe mu nuk më besohet që kur të them unë ki durim, do të thot kom ritualin tim darkë edhe në Okej, u kush e di dhe këta e more? A e more? Po nuk kene dhe pse me ditë më rëndë, do burë se është i gjohë e imja më dha, a kupto më o shumë e thjesht më rëndë. Jo më së është aqe thjesht më, nuk është aqe thjesht, e dim se së është thjesht, e dim se së është thjesht, se ti je duke lujt këtu i dashur, ti je duke lujt baste. Okej, ti me vërteja ke thonë Big Mamës ato, ti me vërtej psikiatria, ambulanca, ti me vërtej ilaçet. nuk e qenë këtu. Po këtu kam qenë, po bra. Po këtu pra kam qenë, po mirë bra, kjo është. Unë nuk kam qenë këtu kur të kanë bo, e kuptoti qas kanë bo për Ronin. Okej. Jo me jo. Si? Je bo avokatë Big Mama. Një gjo, unë nuk jam avokati kërkujt. Unë nuk jam, ky muhabet është midis meje dhe midis teje. Qas po beson? Qas po beson? Nuk e besoj. Që erdhe këtu, sa erdhe nga fakiri, fillove me... Nuk e besoj do të që ti po normalizon një gjë që nuk është normale. Po, nuk është normale. Po, nuk është normale. Nuk është normale. Unë po të shpjegoj pozicionin tim. Nuk po normalizoj. Por thjesht nuk më besohet që po bën ca krahasime që nuk janë. Sepse realiteti im me realitetin tat janë të ndryshëm. Ti ke konflikt me Big Mamën, unë nuk kam konflikt. E kupton? Dhe unë jam në mes të dyve. Pikërisht, atëherë kuptova që ajo gjë më është marrë peng. Kaq, shumë e thjeshtë, është marrë keqë sa, më është marrë peng dhe gjë ime. Dakor,
Tashi, atu dha ajo gjë. Atu dha ajo. Të lut lojra gangsterash tash, të marr peng gjona dhe njëri tjetër. Çfarë gangsterash më burr? Kjo pra i bie Jo, tani. kjo do t'i japësh ti këtë kontekst, po me mu nuk është. Çfarë konteksti është të marrësh peng gjën e tjetër që do ja japësh nesër? Humbe një gjë dhe s'ta tregoj, kaq. Ua, humba një gjë thotë s'ta tregoj. Aty brenda kur u mor vesh ç'a ishte, e kupton? Sepse këto pjesë të tjera, shiko, gjitha janë aty në kamera. E kupton? A se kemi hap, a se ka hap, a se ka dit, a se ka... Bile dhe kur tha kjo ka ilaçe, nuk e lujti ma, a pas ka ilaçe, se unë pikam ilaçe. Filloj të thone këto tjerët pinë ilaçe, na akuzojnë për ilaçe, se lujti motha. Ama era Po pra, sa aty ishim të një sekond më, a theti ilaçe, ka ilaçe aty më. Normal që do ta thonte. Ilaçin e gishtit komës së vlla, sa e kom vrarë gishtin e komës. Po mirë, po të thosha që u hap, po pra, po dhe ajo s'kishte ilaçe pra. Edhe ajo s'kishte ilaçe, kishte hekur vitamin. E kupton? Mamës e tipi ilaçe dhe nuk e kam akuzu kur për dhimbjen e mesit, a ku dëgjon çfarë gjona shka. Jo për dhimbjen e mesit, për psikiatrira, për gjona, për... Unë i kom thonë, kur kom marrë tu i kom thonë, a i keni pi ilaçet, se ishte si spital psikiatrik mërëm, po edhe ilaçet si kena pi, edhe u kap veta, u plaku, këto kapen me fjallë. Nuk ka lidhje fare, u munoj me qenë korrekt, politikisht korrekt, për çfarë do lloj gjë. I herë që bona i gabim, mu dhan prime aty, e ke bo gabim. Shprehen që ne e kena shprehje, çfarë me botë? Të që Baste t'ja las, po ti po vazhdon që të më fusësh mu me i thes me problemin ta. Po plak, nuk po të fus fare. Unë po të sqaroj pozicionin tim edhe po t'i them gjëra. Nuk po të fus fare, muhabetis që lindi ishte që u futën mes kot. Jo, s'u futa kot. Nuk u futa kot, se ti nuk e din që a gjendje ishte... Po, ti doje qëllimin e mirë të normalizoje gjakrat midis me edhe... Po jo, ma, ajo nuk u bo keq për te. Po se pati ajo për loje, është problemi e asaj, unë për loje kom edhe. Po pra, edhe ajo për loje kishte, ti momentin që the që ishte e more atë dhe ka. Edhe emocionet, edhe konotacionet që ajo jep, nëse ajo... Okej, ti e i ftohet, prandaj i bën gjërat, okej, shumë mirë. Më vjen keq mu, sepse unë kam qenë gjithmonë viktime e mirësisë time. Kaq. Unë jo. Në qofë se nuk e vlerëson, okej, mos e vlerëson, nuk për mua është e rëndësishme që ty s'të mungoj ajo gjë, për mua është e rëndësishme që ty s'të mungoj ajo gjë që deshe. E mori qik më shpejti, qik më vonë, kjo është çështje loje. Okej, dakor. Ama s'të mungoj. Ti nuk fjete pa atë. Okej? E një gjova dhe mërëm që i thoshte Andueli dhe Andrea, sa i në vend që me thonë falimnerit, dhe me thonë, a kupto qa të meri më, a kupto ku e qojnë mua bedi, më vend që me i thonë, unë falimnerit Big Mamës që ma tha. Sepse kur të umbet një gjë e shtrenjtë. Nuk më humbi. Kur të umbet, e të humbi basta. Nuk më humbi, e harova.